u bënte përshtypje të shtëpisë këto gjërat? Mendon? Nashta ju ka bo, po na e kemi... S'ta kanë shprehur? Po me da prapë është mentalitet. Edhe nëse shohin diçka të ti thonë, hajtë se ndryshon. Se është e vogël. Se është e vogël, ndryshon, unë i vesha teshat e vllau tem, ato tepër të mëdhaja. Isha ashtu shkollë, me tesha tepër të mëdhaja, se u që isha herët më ngjes, ata flajt, shkojsha e merrsha kriteshat edhe u vesha, shkojsha në shkollë, si e vishte me një stil tjetër, e formojsha vetë. Kush ka qenë personi që ke patë që bëje sikur kishe simpati? Ka qenë në ideal? Në ideal i klasës aty që ullëshin në bankë, që tani kuna na ullëshin me djem në klasë, dhe me u bashklivë se... Ja ke thënë dhe njëherë që ka qenë falso ky pëlqej? Jo, e ka kuptu. Ma me valja që e ka kuptu. Se me kohën e kom fillu më kohën ma... Tani kur më shtrojsha karate, njerëzit dhe shumë që edhe kjo ka qenë e çuditshme. Unë kom ushtru karate, po s'kom qenë e dhunshme në atë kohë se fëmijë. Edhe këtu tutëshim prej meje, që shtoni u frikojshin. Edhe unë se disha pse, para mena qa shukon, kjo ushtrim karate, edhe ishisha një farë friket njerëzve rreth meje, ma njena dhe filloj me më pëlqysh ajo, dhe në që më dukun e ma e furta, e tani edhe... Më autoritare apo më mashkullore? Pa i s'po di ma shumë energji ma e fuqishme, se realisht edhe mrana vetës ti kur t'u shtran edhe e kini një diçka ty duket vetja që po mundësh edhe mas ne edhe qato e përçante ti ose taj tjetri. Po në klasë ku qëndroje? Qëndroje pare, qëndroje në fund, në mes, ku ka qenë? E kom edhe një historie për këto. Vlau jam ka qenë kësi tipi që i ka gro vetura për shpejt. Po. Edhe e ka pas një jugë në atë kohë, kur një në kondo jugët Jugoslavia. Nuk e di po e, besoj që kush e din atë lidhjen e me kohën. Edhe aje e merke veturën edhe më theke mu për 1 minutë ka me të shumë në shkollë. Edhe e matë ke kohën, edhe më qeke mu fix për 1 minutë në shkollë, po më vonaj keme hinë në rashtë. Adin ato reshtat. Po, reshtat që daeshin, po. Ja kap dorë, dhe kur s'mi sham ja kap dorës në mësusës, gjithë isha e fundit, edhe e qelësha derën, ashtu kitu më këshushin uirë, dhe adin qërë qartë kërë gjithë e fundit vjen. Edhe përfundova në bank të fundit, e pedi ma që shtë... u vendose gjithë mu në bank të fundit dhe që atëherë, s'levizë më? E që ka me fustan që e veshkinoan, rike me do djem që rinë bank të fundit. Adin banka e fundit u konë aj sistemi... A peshe sa klasista jemi na, dhe bankat e fundit, i kemi lonë për do njërë bankat problematike, ose kanë qenë ata që bujnë zhurmë, ose dhe bank të fundit. Ke qënë tjetë? Po. Ke qënë, ha? Aty pa ta përfundu, se më vënoj ke vlau për shkollë. Jo, po a ke qënë ti e tillë flasë, zërë, jo se vetëm ke përfunduar, po a ishe ti e prapt, ishe... S'kom qenë, u bona. Se nëse vënosh janë 1 muj 2 me përfundu që aty të banka fundit edhe bohash. Vitin e 2 në shkollë të mesme më kam preashtu krejt komplet. Ma kanë hupë të drejtën e shkollimit, mas te pa të më këthy me do të njafshëm që shtu një ju me mik, edhe u këthiva. U këthiva në shkollë, po prapë kur s'kom shku. Unë e kom urejt shkollën, edhe fakt tash ku shkoj na isan me gjiru, kena na isan gjirime, ose na i vare klama, se diçka. Nëse ka në shkollë, unë e kom një ndjet të për irituse. Po të shtisë si reagonin nga Arlinda që përjashtohen? Ata që shka ndosht me pas, nuk e kam pas kur Arlindën. Dhe në ata që ka ndru një qik me flok gjata, pa qenë protestuse ndaj gjona cëllat po ndodhin, me qenë me u adaptu me sistemin, me qenë që i ka ma e mirë mi marë peshat, pa i ditë këtë mësimet po të imë supermensh, pa logjik, po më ku një farë adin e randit. Një që po flasim për adoleshencën. E ke parë adoleshencën në Netflix. Aty ti shef prindrit atë mërzinë e tyre, vuajtjen e tyre, që nuk ta shprehin ndonjëherë. Po, dhe jo... E mendon që prindrit e tu kanë patur një moment që flisnin me njëri tjetrin, që ballafaqoheshin me njëri tjetrin për Arlindën? Pa i po, normal, shkojsha në shpe. Jo Arlindën që donin ata. Dikur shkojsha edhe në shpe, dikur dalin edhe... Mirë. Ashtu e po. Dalin edhe këto puna e substancave, kanë herë dhe provan, dhe në më konkureshtore. Ke provuar? Po. Qëfar? Kam pi marihuan, kokain, nuk është najsen që... Po ju s'kam qenë kur e më barën. Ke qenë kurioze, më shumë se sa... Ma shumë kurioze se sa varësi që kom pas najsen. Po e kom t'i kalu krejt ato gjana edhe mas t'i kom përfundu me një gjë matë rondën që e kom pas kancerin. Realisht e kom pas leukimin.
akute. Ka qenë një plazma cell quhet kur plazma jote shpërthen dhe gjaku rrjedh në kryen trup. Në çfarë viti ndodhi kjo? Kjo ka ndodhur tash 2018 ka ndodhur. 2018, po tani vonë edhe kom najt një 3-4 vjet tu marr me spitale edhe tu jetu nëpër spitale sa të këtu sa të Turqisë. U kon shumë pak shpresë që shpëtoj, por çona sa jam gjallë dhe ato është ata jem befasur realisht, edhe spitalet edhe krejt kur kam qenë edhe në Turqi. Kjo smundje ju bjen faktikisht veç burrave sipas këtij teorive. Sipas statistikave cilat i kanë bo dhe kanë eksperimentu. E unë isha vetmja në çdo spital që shkoj, isha unë një analiza jam se ish pak më e veçantë për shkak se unë isha grua dhe kisha çat smundje. Dhe ty të ra një smundje burrash. E burrave. Shisa, edhe smundja e burrave të zgjodhi ty. Po çati është që shkenca nuk është kur e vërtet. E mund edhe burrin brenda teje. Po, i mujmë të gjithë. Shkoj çdo gjë mirë? Shkoj mirë, për shkak po tash jam cancer free, po kom bë transplant qelizave komplet. Njëri kom bë me trup, masnej s'm ka funksionu. Mëni do ishin donar edhe fillova me i lypte të shtëpisë, asnjë s'm ka ra. Asnjëri? Po të kallëzoj që bota është shumë interesant. Asnjë pi familjarëve të mi si ka pas qelizat e njëjta me ty. Edhe ka qëllu dikush pi një turk ka qapo, di 91% i ka pas, vllai ka pas 60. A ka qenë më shumë me qeliza, se një fat njeri, po në sot jam gjallë në basë qasaj. E ke takuar turkun? Se kom taku. Do doje ta takoje? Duket që është pak e ndalume. Kisha pas shef me po, se adin dyshush kom shef me taku. Bashkë më duket interesant që shka bo. Po duket që ata e kanë kur ma shumë veç me falimderu, se s'kam nevoj me ditë kur gjo. Më thuaj pak momentin e parë kur e more vesh që ishe me... Momenti parë kur që mu së më tregojnë, se na i kemi një mentalitet prap, po thonë që du të mi tregu pacientit. Pacientit, po. E kemi një frikë në... Unë e kemi një frikë se dhe... se di pse. Du të mu mësu njerëz me të keqen o me të mirë. Adjen, ashtu të ndodhë, të s'mu shme hekë jasaj. Edhe mas një vla u ardhë, mas 5 ditëve kum kuptu se vla jam, tha pi të regojmë se kjo ka vedije. Realisht unë jam e vedishme, isha qush po reagojnë, edhe e tisha që diçka madhe është, po do me shku prej këtu. Të tajtosh. Unë e kushtoj sa një shpiq, tash. Pas ki qenë e shtrejt? Unë jam e shtrejt. Të ranë flokët? Po. Të ranë, po. Më ranë flokët mas shumë pak. Ti që si doje flokët? Po, e qaj, a për shef, sa është e bukur kjo. Interesant është. Tash e kom fitu një film që e kom shkrujt jetën tam prej spitalet. është edhe co-production në Shqipëria. Hajde të shkojmë pak këtu. E di, më nëzore mallin e lisharseve. është edhe Shqipëria është co-production edhe personazhi jam vetja jame në spital, cilat i tregon krejt historitë. Bile më është edhe kjo pjesa kur thon si kam dashur flokët. Ke patur në dhomë? Në dhomë kam pas një plot njerëz, mu më kanë ndru njerëz aty se kon tepër e vështirë smundja. Në 5 vite, por jo 5 vite, nuk qëndrove 5 vite në spital. 7 muaj kam najtë në... Intensivisht aty? 7 muaj kam najtë në Prishtinë. Masnej jam prej aty, tha një ma mirë, mund shme shku në shpe, mas 3 mujve paraqito. Edhe u paraqita unë mas 3 mujve me një... jam në zenë. Që qam ka bu kimoterapia jam ka trash. Ti nëzirë krejt. Edhe thanë mirje, po dush me shku mas 3 mujve, dush me shku në Turqi, për me bu një fara autotransplanti. Edhe mas nej shkova atje në Turki, në Ankara jëm kënë mas pare. Edhe ma bënë në autotransplanti, në më thanë që kime majt për një 6 muja, 9 muja. Mas 9 muj me mu këthy prap. Edhe mu këthy në Covid. Covid, une, jam shku çdo javë në Turqi, me këshyr vetën, që jam me ato maska, me vakcinimet, me këto, unë s'ku isha me bazë vakcinën, krina, u dufke me bo testin për çdo javë, në ato tonës. Edhe
përfunduva, ma ne më thanë që du të me bu transplant se ishte vetëm ja mënyrë me pështu. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.